Kjo kabinë elektrike ndodhet në fillim të rrugës së Briot tek ish ndërmarrja e ndërtimit në zonën industriale të Shkodrës. Siç tregon dhe nga pamjet filmike, kjo ka degraduar deri në pikën sa rrezikon të shëmbët. Murit janë çarë dhe hapur, kati i parë është kthyer në vend depozitim beturinash, ndërsa në katin e dytë ndodhen pajisjet që lidhen dhe kabllot elektrike të shpërndarë në të gjithë të zonë, fare pranë rruge ku qarkullimi është 24 orë pa ndërprerë. Kjo kabinë në gjendje aktuale përbën një rrezik serioz për qytetarët në rast shembjeje, por dhe për fëmijën për shkak të mureve të hapura. Ndërtuar mbi 50 vite më parë, amortizimi i saj është i dukshëm, gjë që dëshmohet nga ndërtimet e mureve prej tulle. Ajo që të çudit është për fakti se specialistët e OSHE Shkodër nuk u bërë përshtypje gjendja e degradimit të kësaj kabine dhe rreziku që ajo paraqet në këto kushte për njerëzit. Në Shkodër janë kryer investime të konsiderueshme të sistemimit të shpërndarjes së energjisë elektrike, ndërkohë që kjo kabinë është lënë jashtë vëmendjes, ndërsa furnizon me energji qindra konsumatorë dhe dhjetra biznese të rëndësishme me ndikim në ekonominë e qytetit, por mbi të gjitha, ajo përbën rrezik serioz për sigurinë e qytetarëve.